Kujdes për të gjithë juve që jetoni që shumë vite këtu dhe keni një leje qëndrim, por e keni hjek cuzac blatin dhe ju shkruan në aufenthaltstitel në leje qëndrim beschäftigung erlaubt. Kjo nënkupton që keni drejt të punësoheni ku të doni, por mos gaboni me hop biznes se mund të hop një leje qëndrimin komplet. Lozën e motra, unë sot isha duke u ballafaqu pra gjatë ditës edhe me një rast tjetër të ri, po ky rast ishte më i rënd, pra njëri e kishte hap një biznes edhe është që 6 vite këtu nuk e ka Zusatzblatin, e ka Beschäftigung erlaubt, por ka hap Gewerbe, pra që një kohë e ka hap një firmë, edhe kur ka shku tash me vazhdu leje qëndrimin, ju tash po që disa muj, ata ja kanë kërku lënë cetëll, pra pagat mujore, me mja dëshmu, kënë nuk i ka pas atu, po e ka dëshmu me qarkullim bankar, ka thonë se kam firmë. Automatikisht stop leje qëndrimit, duhet të lëshoni Gjermanien edhe ti, edhe nusja, edhe pse kishte marrë avokat. Nusja edhe fëmijë. Pro, boni kujdes, shpëndoni këtë video të ashuin të gjithë, kjo nuk kupton që keni drejt punoni, ku doni, pa marrë leje të ose në bërde, po jo të hapni biznes, pro prap e keni të ndaluar. Ja ka ndalu shteti, edhe pse je me adviz, ndoshta që 10 vite këtu. Unë ju përshëndes të gjithëve, me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.